Wallahi, o vëllahu im, sa herë që përmendet emri Allah, vetëm ngjallet në zemrën e çdo njeri prej nesh dashurin për krijuesin. Sa herë që përmendet emri Allah, ngjallet në zemrat e çdo njeri prej nesh për ulje dhe nënshtrimi para të Madhit Allah te bareke ve teala. Allahun te bareke ve teala falenderoj, atë Gjelle wa ala e madhëroj, për Allahun te bareke ve teala në sejdë dhe në rukubim, e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, ashtu si që falenderoj e i vetën e ti në fillimin e libit, kur tha, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, të gjitha falenderime dhe lavdatat, i takojnë Allahut, Zotit të botrave, e falenderoj Allahun Gjelle wa ala në mbarim, ashtu si që falenderoj e i vetën e ti në fundin e gjykimi në ditën e llogaris, wa qudhiya bainahum bil haqq, wa qila Elhamdulillahi Rabbil Alamin, dhe atë ditë do të bëhet gjykimi i drejtë dhe fjala e fundit do të jetë falenderimet i takojnë Allahut Zotit të botrave. E falenderojmë Allahun Gjelle wa ala për mirësinë e Islamit, e falenderojmë Allahun te bareke ve teala për mirësinë e Kur'anit, e falenderojmë Allahun Gjelle wa ala për mirësinë e afrimit të muajit të Ramazanit. E lutem Allahun te bareke ve teala që të na mundëson që të arrijmë muajin dhe të agjërojmë për Allah, e të falemi në netët e ati muaj për Allahu subhanahu wa ta'ala. Paqja dhe mëshira Allahu Gjelle wa ala të gjitha qofshin për zotëriun ton, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, krijesën më të dashur të Allahu te bareke wa ta'ala, ai i cili për 23 vite me radh, natën edhe ditën, fshehurazi dhe haptazi, i thirrte njerëzit për në rrugën e Allahut të madh te bareke wa ta'ala. Nuk ndaleshte alayhi salatu wassalam që nga agimi i hershëm i mëngjesit, që të vëmson njerëzve fenë e Allahut te bareke wa taala, va tregon atyre kush është Allahu, kush janë emrat e Zotit Gjelle wa ala dhe cilësitë e larta të tij subhane. Paqja dhe mëshira Allahu Gjelle wa ala të gjitha qofshin edhe për ndjekësit dhe pasuesit e Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Allah, emri më i bukur i Zotit Gjelle Gjelalu, që ditu kur më kalin nëna, vallahi nuk ka digju ki vesh emër më të bukur se emri Allah. Nuk përmendet në pak, vetëm se je bereqet. Nuk përmendet në ngushtis, vetëm se e zgjeron atë. Nuk përmendet në borx, vetëm se e pagon atë. A i kini pa o ju robër të Allahut, se sa herë që kemi një hall për hallëve të dunjas themi ja Allah, sa herë që kemi një borx për borxheve të saja themi ja Allah, sa herë që ndonjëri prej nesh ndoshta nuk ka fëmijë dhe shkon në lindje dhe në perëndim dhe e bën kontrolla dhe shes se nuk do të ketë më fëmijë, ai thot ja Allah. Allah, emri më madhështor i Allahu te bareke ve teala, që të gjithë emra dhe cilësitë e Allahu Gjelle wa ala kthehen tek emri Allah, i vetmi i cili emërtohet me këtë emër dhe nuk lejohet që askush të emërtohet me emrin Allah. Vjen prej fjalës el ilah në gjuhën arabe që do thot el ma'budu bil mahabbati wal khudu', ai i cili adhurohet me dashuri dhe për ulje. Wallahi, o vëllahu im, sa herë që përmendet emri Allah, vetëm ngjallet në zemrën e çdo njeri prej nesh dashurin për krijuesin. Sa herë që përmendet emri Allah, ngjallet në zemrat e çdo njeri prej nesh për ulje dhe nënshtrimi para të Madhit Allah te bareke ve teala. O ju robër të Allahut, Allahu Gjelle wa ala në shumë ajete kuranore, po na i shfaqen veten e tij me emrin Allah. Shihni ajetin më të madh në librin e Zotit Gjelle wa ala, që është ajetul Kursia. Allahu Gjelle wa ala kur e fillon atë thot Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, Allahu i vetmi i cili meriton të adhurohet, nuk ka kush që meriton të adhurohet posa ti Gjelle wa ala. O ju robër të Allahut, Allahu Gjelle wa ala në shumë ajete kuranore, në formë të pyetjes qortuese, për ta prek mendjen dhe logjikën njerëzore, ju thot atyre, kul men biyadihi malakutu kulli shay. Thua ju atyre, e kujt është pushteti i qiejve dhe i tokës? I kujt është mbretëria e gjithë kozmosit dhe galaktikave? Kush është Zoti i qiejve dhe i tokës? Kul men biyadihi malakutu kulli shay wa huwa yujiru wa la yujaru alayh. Dhe ai është që mbron dhe nuk ka kush që të mbron ty prej Allahut azza wa jall.
Pra Allahu subhanahu wa taala në formë të pyetjes, për ta prek mendjen dhe logjikën njerëzore, padyshim që duhet të themi Allahu xhallahu ala është pushtetari i qiejve dhe i tokës. Ai e posedon tokën, ai e posedon qiellin subhanahu wa taala. Allahu xhallahu ala në ajetin tjetër thot: "Kul men yarzuqukum minas samai wal ard." Thua ju atyre, kush ju furnizon juve nga toka dhe qielli? Aman be njerëz, a njihni furnizues nga qielli dhe nga toka dikën tjetër posa Allahu xhelle xhelalu subhanahu wa taala? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Yedullahi mal'a la yaghidha nafaqa." Dora e Allahut është e mbushur, nuk paksohet ajo që është në dorën e Allahut. A jeni duke pa se si Allahu xhallahu ala që ditën kur e krijoi qiellin edhe tokën i furnizon krijesat, megjithatë nuk paksohet ajo që është në dorën e krijuesit subhanahu wa taala. Kul men yarzuqukum minas samai wal ard. Thua ju atyre o Muhammed, kush ju furnizon juve nga toka dhe nga qielli? O men yamliku as-sam'a wal absar. Dhe kush është ai i cili i posedon dëgjimin dhe shikimin? O ju robër të Allahut, në qoftë se Allahu xhallahu ala ja merr në njëri prej ne shikimin dhe dëgjimin, kush mundet të na i kthen posa Allahu te bareke ve teala? Para një javë o ju vëllezër, isha në një kontroll të syve, pasi që e vërej në syrin e djase kam dobësim të madh të shikimit, dhe pasi që mjekët mi bën të gjitha terapi dhe kontrollat, dhe më thanë që shikimi yt është dobësuar shumë. Pyetja ishte, a ka mundësi që të bëhet operacion? Tha, ky shikim ma nuk kthehet ma edhe njerë. E vetmja mundësi është që të mbrohet, por që të kthehet edhe njerë në gjendjen që ka qenë as njëherë. Për arsye se është sy, prej llojeve të syve që nuk mund të bëhet operacion. Nga se dëmi është mbrenda në sy dhe nuk është perde. Operacioni bëhet në perde, jo vëllezër. Operacioni bëhet në ndikimet e jashtme, kurse në qoftë se Allahu të godet me një sëmundje në shikim dhe në dëgjim, kush ta kthen ato pos Allahu të madh te bareke ve teala. I tham, në qoftë se shkojmë në një spital amerikan apo të ngjeshme se në çdo spital prej spitaleve të botës, a ky shikim nuk bëhet. Allahu akbar. Allahu xhallahu ala thot: "Wa man yamliku as-sam'a wal absar." Kush e posedon? Në dorën e kujt është shikimi? Në dorën tënde o Allah. Në dorën e kujt është dëgjimi? Në dorën tënde o Allah. Në dorën e kujt është qielli? Në dorën tënde o Allah. Në dorën e kujt është toka? Në dorën tënde o Allah. Në dorën e kujt është dielli edhe hëna? Në dorën e të madhit Allah te bareke ve teala. Allahu xhallahu ala thot në ajetin tjetër: "Kul limenil ardu wa man fiha." Thua ju atyre, e kujt është toka dhe gjithçka në të? E filanit? Po jo, vëllezërit e mi, se edhe para 100 vjetëve dikush pretendon të atë tokën së është e vetja, po sot ka shku në tokë dhe të retet, dhe nuk mund të del edhe një në tokë dhe të thotë se ajo tokë është e imja. Dikush i para 50 viteve thanë që e ka pas në posedimin e ti gjysmën e Tibrës. Ku është ai njeri? Ka shku jo vëllezërit e mi dhe nuk kthehet ma. Edhe ne do të shkojmë dhe nuk do të kthehemi ma, por ne i bëm me dije Allahu te bareke ve teala se toka është pronë e Allahu te madh te bareke ve teala. Allahu xhallahu ala thot në ajetin tjetër: "Walillahi mirathu samawati wal ard." E Allahu të është trashëgimia e qielleve dhe tokës. Tokën edhe qiellin do ta trashëgon Allahu subhanahu wa taala. Në ajetin tjetër kuranor Allahu xhallahu ala thot: "Kul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshi al-'azim in kuntum ta'lamun." Thua ju atyre o Muhammed, pronë kujt janë 7 qiejt dhe arshi i madh dhe fronti i Zotit xhallahu ala, nëse jeni që e dini. Të kujt janë o ju vëllezërit e mi 7 qiejt? Kush është pronari i tyre? Kush i dirigjon ata? Kush i kontrollon ata? Kush kujdeset për ata? Kush e programoi këtë gjësi? Kush e planifikoi? Kush e dizajnoi këtë qiell dhe këto? Kush është ai? Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. A mos valla ata u krijuan nga hiçi? Apo mos valla ata e krijuan veten e tyre? Kjo dita nuk mban. Ne nuk e krijuam veten tonë. Pa mos vallë ne u krijuam nga hiçi, vallahi edhe kjo nuk mban. Atë mbetet që dikush na ka kriju, dikush na ka dizajnu, dikush na ka programu. Ai është i madhi Allah te bareke ve teala, nuk ka zot tjetër po Zoti ton. Walhamdulillahi rabbil alamin. O ju vëllezërit e mi, wallahi kush e njeh Allahun edhe e dashuron atë. E kush e dashuron Allahun, prekupohet me të.
E kush e dashuron Allahun, nuk mendon t'i bën gjunah ati. Kush e dashuron Allahun, e lagën gjuhën e ti me përmendjen e Allahut. O ju robër të Allahut, kush e një Allahun subhanahu wa taala edhe sakrifikon për Allahun. Është e vërtet se 5 kohë namaz nuk jenë të lehta, po kur jenë për Allah jenë shumë të lehta. Është e vërtetë ju vëllezërit e mi se shumë fjalë dhe etiketime kur jenë thanë dhe thuhen nuk kanë qenë të lehta, por pasi kanë qenë për Allah u bën të lehta. Është e vërtetë se një muaj Ramazan nuk është i lehtë për agjerim, po kur është për Allah është shumë e lehtë. Është e vërtetë se të nxjerrë zekatin e pasurisë tënde, të preket në pasurinë e njeriu nuk është e lehtë, as për mua dhe as për ju, po kur është për Allahun bëhet shumë e lehtë. Lutë Allahun xhallahu ala që na bën për atyre që e njohin atë dhe e dashurojnë atë dhe jetojnë me të dhe preokupohen me të. Dhe lutë Allahun te bareke ve teala që të na zbardhën fytyrat ditën kur do të nxihen dhe kur do të zbardhen fytyrat. E ata që njohin Allahun dhe dashurojnë atë do të jenë tek fytyrat e bardha, kurse ata që luftojnë Allahun dhe kundërshtojnë atë do të nxihen fytyrat e tyre. A nuk është zjarri i xhenemit shtrati i tyre? Çfarë shtrati shëmtuar është ai? Lutë Allahun xhallahu ala që na mëson që të arrijmë muajin duke qenë me iman dhe besim dhe me dashuri për këtë Zot të madh te bareke ve teala. Lutë Allahun xhallahu ala që të na jep të mirat e dunjas dhe të ahiretit ya rabbel alamin.